Të gjithë e bëni çdo natë, por askush nuk e di pse mbuloheni me jorgan kur flini. Secili nga ne ka pozicione të preferuar për të fjetur, por të gjithë kemi një zakon të përbashkët. Asnjë nga ne nuk fle pa u mbuluar me batanie ose jorgan. Megjithatë, gjatë gjithë historisë, shtrati ishte një luks i rezervuar për pasuri dhe fuqi, si dhe mbretërit dhe tregtarët tregtonin batanie dhe jorgan dhe ishin gjithashtu universale të përdoreshin pa dallim në të gjitha format, por shkenca jep arsyet e saj pse gjithmonë mbulohemi kur flem. Sipas shkencëtarëve, kur flem thelbësore është temperatura e trupit dhe batania ose jorgani nevojitet për të ndaluar kështu edhe dridhjet e trupit. Jorgani ruan temperaturën e trupit dhe mbron atë nga ftohja. Shanset janë që ne jemi rritur duke fjetur të mbuluar me batanie, tha drejtori i klinikës së përgjumjes në qendrën e shëndetit të gjumit në Universitetin e New Yorkut. Ai shtoi se gjumi i mbuluar me batanie dhe jorgani ofron më shumë siguri kundër maktheve dhe ankthit.